tani një ekip të cilën pak a shumë viteve të fundit e ka të preferuar Shqipëria. E vërtet, Shqipëria e ka një rritje, edhe më pëlqen, do të thotë dëshira e flakë që e kanë shqiptarët nga Shqipëria, vëllezërtan mundemi me thonë. Edhe sigurisht se edhe lojtarët tashmë po performojnë në mënyra më të mira, se në të kaluarën sidomos Arber Hoxha që kohëve të fundit ka zonë vend edhe startuese, edhe po e shohim që po performon në mënyrë më të mirë, sidomos edhe mbrëmje, po brenda 3 muajve të fundit është 3 herë zgjedhë lojtarë më i mirë, por kjo tregon që tek Shqipëria kemi rritje të lojtarëve të performancave të tyre edhe po besoj nëse kjo performancë vazhdon atëherë sigurisht se me Polonin mund Por qysh mja pjek në tru Silvinjo, sepse keni litarë si me Berisha, i cili është i pandalshëm tek skuadra Lecces, por shumë juve të informacion, por edhe golet e tij pavarësisht është në një pozitë që nuk është një litar që jep shumë gola, por kur jep fantastike, mirë po tek Shqipëria po mbetet rezervë. Tek Shqipëria po mbetet rezervë shumë lojtarë, edhe lojtarë që ka shumë nga Kosova, po pikërisht edhe me Berisha një prej tyre. Edhe me Berisha, nuk po japet mundësi Rejmanaj me një trup shumë të shkurt për vendin, pozicionin ku e luan, edhe japin shumë përparësi, edhe nuk është ku me diçka në ndonjë ekip shumë madh duke luajtur, po gjithsesi është zgjedhja e trajnerit, unë mendoj që mund ndikoj edhe diçka tjetër aty tek këta lojtarë, pse të luajnë këta para këtyre tjerëve, po gjithsesi barrën kryesore të kësaj e mban trajneri, se nëse nuk kualifikohen, nëse nuk performojnë mirë, atëherë trajneri ka qenë në krah dhe mund të shkojë prapë do të